fillimisht pra ato akuza e tyre ka qenë që ky ekzekutiv nuk ka fuqi. Ky ekzekutiv mbas 22 viteve domethënë po sjell ligj të posaçëm për përfaqësim adekuat, që është dashur të sillet pra në 2003. Tjetra, pikërisht pra në 2020-ën, në programin nëse do zgjidhej kryeministri shqiptar që u zgjodh një 100 ditë, pra zoti Talat Xhaferi, në 5 pikat kryesore ka qenë që balancuesin dhe heqim edhe dhe zaventësojmë me zgjidhje ligjore. Pikërisht pra edhe aty shkruan që edhe çështja e keqpërdorimit që është bërë në balancuesin me përkatësinë etnike, pra do zgjidhet me certifikatat e lindjes ose me aty potencohet me certifikat lindjes ose ndonjë dokument tjetër. Edhe kjo është në ligjin, tash nuk është zgjidhje ligjore, është ligj i posaçëm për përfaqësim adekuat dhe është fut letër njoftimi dhe dokumente tjera personale për përkatësinë etnike, domethënë pa e deklaruar, domethënë shifët qartë se cilës përkatësie etnike i takon. Dhe mendoj se ata ma nuk dinë se çka flasin, gjithçka që flasin ma janë kundër vetvetes, kundër asaj që kanë deklaruar në të kaluamën. Unë mendoj që opozita duhet në momente duhet jetë edhe konstruktive dhe kur bëhen punë të mira ta pranon që është në të mirën e qytetarëve, në frymën e marrëveshjes së Ohrit, një realizim pra që s'ka ndodhur të kaluarën, po ndodh tash. Edhe mendoj që nuk do të thotë se opozita vazhdimisht pra duhet të kritikon dhe në këtë raste pra duhet ta tejkalojnë vetveten, të bashkohen pra në këtë frymë pra ta mbështesin atë të cilën e kanë premtuar ato, po nuk e kanë realizuar, po e realizojmë ne, po ne e realizojmë për gjithë qytetarët. E realizojmë edhe për antarësinë e tyre, e realizojmë domethënë për një jetë më të mirë. Prandaj e ftoj opozitën shqiptare në këtë rast pra ku po avancohet çështja e marrëveshjes së Ohrit, ta mbështesin ligjin dhe mos u vjen inati që të tjerët e bëjmë, sepse fundi fundit e bëjmë edhe për ata.